Vaj i peshkut nuk duhet të konsumohet gjatë verës kur është nxehtë, është një informacion jo vetëm i gabuar, por edhe i çuditshëm do thoja, sepse nuk ka një sens logjik. Nëse ju mendoni thjesht konsumimin e peshkut, a lejohet konsumimi i peshkut, i frutave të detit gjatë verës? Është njësoj sikur të themi mos konsumoni peshk dhe fruta të detit në verë sepse nuk të bën mirë. Unë nuk e di nga vjen ky burim informacioni, disa më kanë thënë që ju ka thënë mjeku, farmacisti, nuk ka rëndësi, por nuk është i vërtet, është i gabuar. Vaji i peshkut si suplementim duhet të merret çdo ditë në çdo stin, në çdo temperaturë. Ajo që duhet të keni kujdes është se si e ruani vajin e peshkut, të mos e lëm në vende me dritë, pra duhet të jetë në vende të errta, për shembull nëpër dollape, dhe jo me temperaturë më shumë se 25 gradë Celsius. Më mira fare është që të jetë në frigorifer, sidomos për kuti që kanë shumë sasi të mëdha të vajit të peshkut, që gjatë gjithë kohës t'i mbajmë të freskëta. Edhe në dimër madje ku temperaturat janë më të ulta, nuk duhet t'i lëm afër dritës. Pra në vende të errta dhe jo të lagështa si për shembull në banjë. Sepse vaji i peshkut mund të oksidohet lehtë. Normalisht cilësia e vajit të peshkut, prodhimi që i firmave të ndryshme është bërë në atë formë që i ka mbrojtur të themi dhe i ka bërë jo aq sensitive, varet kjo pastaj edhe nga firmat e ndryshme, por gjithsesi ne duhet të kemi kujdes që dhe atë që e kemi cilësor ta ruajmë në kushte të freskëta.